Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vim. 2 ditë përpara zyrtarizimit të emrave të kandidatëve për deputet, kryeministri paralajmëron deputetët me mbi një mandat se do të jenë në listat hapura. Rama u latyre në dorë të luftojnë vetë për një vend në parlament, duke u dhënë më shumë mundësi të rinjve dhe grave si energji e re partisë. Për veten, Rama nuk ka ende një vendim, duke lënë të hapur mundësinë për të mos qenë në listat e kandidatëve. Rama tha se mandati i 4 i duhet Partisë Socialiste për të vullosur integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. I bindur se përpara shqiptarëve duhet të shkohet me partinë më të vjetër në eksperiencë dhe më të re në energji, Edi Rama i mbylli dyert socialistëve të vjetër, të cilët duhet të zgjedhin nëse betejën e tyre do e bëjnë në listë të hapur apo të heqin dorë nga karrikja e deputetit. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që për arsye të ndryshme nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Rregull nga i cili nuk përjashton as veten, edhe pse thotë se ende nuk e ka vendosur, Rama hedhi dene të mos qenit në listën e kandidatëve, pasi siç thot ai është deputeti të gjithëve. As e kam pasur, as e kam shumë iden se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos jam fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithëve. Përveç drejtuesve politik të qarqeve, Rama tha se lista e sigurt e socialistëve do të mbizotërohet nga gra dhe figura të reja, një pjesë të cilëve ka dalë nga platforma deputeti që duam. Drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetet që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë. Unë shoh me shumë kënaqësi që një numër jo i vogël i atyre që kanë hyrë përmes asaj platforme që në raste të tjera mbas do ishte ardhur kur dita që ti konsideronte dikush si deputet mundshëm Partisë Socialiste do jenë në skuadrën tonë të 11 maj. Një koment e kishte edhe për kritikët ndër radhët e të tijve. Pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re. Të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për. Duke u ndalur dhe tek listat e kundërshtarëve politik, Rama tregon dhe arsye se përse në 11 maj qytetarët duhet japin dhe një tjetër mandat socialistëve. Njëri është konteksti i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian dhe i marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor. Dhe tjetri është konteksti i antarësimit ose i antarësisë sonë në Aleancën Euroatlantike. Sali Berisha u prezantoi sot shqiptarëve aleatët e tij të 11 majit në koalicionin më kaotik të krijuar ndonjëherë në zgjedhje. Me moshën më të madhe nga të gjithë, Berisha pati si dekor pas shpinë të rinj. Aleatët tradicionale vurin në rreshtin e parë të sallës, ndërsa kujtim gjuzin dhe të ngjashmit e tij të fshehur mes turmës. Konform linjës së Trump, Berisha mbështeti akuzat e Rubios për Dodik, i cili në fakt, si Berisha, është i sankcionuar dhe non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mungoi në prezantim Shpëtimi Drizje. Sali Berisha prezantoi para shqiptarëve koalicionin opozitar Aleanca Madhështore. Doktori foli me superlativa për aleancën me moshë mesatare mbi 60 vjeçare, kurse vetë, si më i moshuari, u kujdesi për makjazh pas krave të kishte vetëm të rinj. Së bashku me shqiptarët e diasporës për të hapur dyert e një projekti që shqiptarët se ka njohur kurrë më parë. Projektin që do bëjë vend në tyre një vend madhështor,
siç e meriton. Doktori uli në rresht të parë aleatët tradicional të cilëve u dhuroi mandate, edhe Vangel Dulen, por mungoi vetëm njëri, Çami Shpëtimi Drizi. Pavarësisht se personazhet emblematik të koalicionit i kishte fshehur në turm, Berisha replikoi me ironi te Ramës dhe për këtë zgjodhi pikërisht kujtim gjuzin. Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani s'fundi i kanë ngel në goj ku je kujtim, jepi ato musteqe, ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua, burë dhe të. Ku e kam kujtimi? Ha, bravo! Ti kujtim se unë e ti e njohim atë nga ana psikologjike. Ja din ti arsyet pse ka atë, po tjetër punë tani. Nuk është çështje e kësaj mbledhje. Për të mbajtur linjën e tij trumpiste, Berisha mbështeti akuzat e sekretarit amerikan Rubio për dodikun e Bosnjës. Madje këtë të fundit e krahasoi me Edi Ramën. 2 ditë më parë Departamenti i Shtetit dënoi. Sekretari Marco Rubio dënoi dodikun. Edi Rama hesh si fije e barit për aktet e tij destabilizuese. Por doktori haron se ai bashkë me Dodik janë të vetmit politikan Ballkan, non grata, dhe që kanë guxuar të sulmojnë si drejtësinë, ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga premtimet të shumta para koalicionit, Berisha u la një porosi të veçantë shqiptarëve. Nafta. Jo, mo nuk mund ta paguaj shqiptari do lviz, se tani vjemi para problemit. Të kenë apo të mos kenë makina. Të kenë sa më shumë makina. Dhe naftën do jetë, pa absolutisht, ta më thotë. Nisma e Partisë Socialiste Burgjet Hapura që lejon punësimin e të dënuarve që u kanë mbetur edhe 2 vite e gjysmë në burg nuk është ligj elektoral. Ky ka qenë vlerësimi i Komisionit të Ankimeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas ankimimit për këtë projekt ligj të qeverisë. Nisma e socialistëve për burgjet e hapura nuk është ligj me efekt elektoral. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve i hapi rrugë kuvendit për miratimin e projekt ligjit, i cili u mundëson të dënuarve që u kanë mbetur më pak se 2.6 vjet burgim të mund të punojnë jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit, me kusht që të kenë një kontratë rregullt pune. Pranimin e kërkesës ankimore numër 2 datë 21/2/2025 të depozituar nga Kuvendi i Shqipërisë, shfrytëzimin e vendimit numër 117 datë 19/2/2025 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nismëtari i projekt ligjit Nasip Naço tha se dokumenti është dorëzuar në kuvend brenda parashikimeve ligjore, teksa garanton se qëllimi nuk është amnistia e plotë të burgosurve. Nëse ne mbajmë këtë projekt ligj të pandryshuar, ja rreth 500 të dënuar, të cilët duhet ishin te burgu i sigurisë së ulët, por rrin te burgu i sigurisë zakonshme. Dhe kjo më shumë ka të bëjë me drejtat dhe liritë themelore të njeriut, se sa ka ndërhyrje apo përfitime nga ana ime apo nga mazhoranca për efekte elektorale. E para projekt ligji është depozituar që 23 dhjetor, pra po ta marrim me vit kalendarik 1 vit para. Komisioni i ankimeve dhe sanksioneve i ka dhënë të drejtë kuvendit edhe për 2 projekt ligje të tjera, paketën e maleve dhe ndryshimet në skemën e TVSH-s për bujqësinë. Në gjykatën e Tiranës nisi procesi për Mario Përlleshin, 14 vjeçari që vrau me thik shokun e tij në shkollën Fanole. Seanca u shty për shkak të mungesës së shokut Martit Canit që u plagos në ngjarje. Avokati i 14 vjeçarit kërkoi që seanca të mbajë e hapur për publikun. Seanca paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes në ngarkim të Mario Përlleshajt, i arrestuar për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij Martin Cani, nuk është zhvilluar. Shkak për shtyrjen u bë mosparaqitja në seancën e së hënës të shokut të Martin Canit, Luis Meçes, që mbeti i plagosur ditën e ngjarjes. Nga ana tjetër, gjykata urdhëroi që seanca të mbahet me dyert të mbyllura, por avokati i familjes Cani këmbguli që procesi duhet të jetë i hapur për publikun me qëllim zbardhjen e të gjithë ngjarjes. Familja ka kërkesën që çdo detaj të zbardhet, çdo gjë e errët të zbardhet për qytetarët, sepse interesi nuk është vetëm i familjes apo i familjeve të viktimave, por është interes, mendoj, gjithë shqiptarëve.
Në gjykatë në cilësinë e viktimës ishin edhe prindrit e Martin Canit, Angel dhe Flutura Cani, që këmbgullën për një proces me dyert të hapura. Që tha dhe avokati pak më para, që seansat bëhen në mënyrë të hapur, sepse këtu nuk kemi çfarë marrim sekret. Kjo është marrë gjithë, domethënë, edhe unë do këmbgull edhe do luftoj që dal e drejta, për drejtësi kemi ardhur, dal e drejta dhe të mbrohen gjithë fëmijët. Sepse sot më ramu nesër mund të bëj kujdo. Seanca e radhës do të mbahet më 27 mars në orën 13:30. Një muaj më parë, Prokuria e Tiranës mbylli hetime dhe dërgoi për gjykim 14 vjeçari Mario Përlleshaj me akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese ndaj një të mitur dhe kundër 2 ose më shumë personave. Martin Cani mbeti i vrarë pas një konflikti mes të miturish në nëntor të vitit të kaluar në shkollën Fanoli në Tiranë. Policia franceze goditi një grup shqiptarësh që kryenin krime të njohur me emrin Banda Nikla. 5 arrestuari disa ditë më parë në Paris e çojnë kështu në 12 numrin e të plegosurve të këtij grupi. Kreu i tij, Edison Pula, u arrestua në janar në Luksemburg dhe pritet të ekstradohet. Shqiptarët e arrestuar akuzohen për zhvatje, grabitje dhe trafik droge. Një band kriminale shqiptare i quajtur Nikla është goditur nga autoritetet franceze. Si pas hetuesve francez, banda Nikla drejtohej nga Edison Pula, një 30 vjeçar shqiptar i arrestuar më 20 janar të këtij viti në Luksemburg. Më 4 mars të këtij viti, policia franceze arriti të arrestonte 5 shqiptarë në Paris, ndërsa më herët ishin arrestuar dhe 7 antarë të kësaj bande kriminale, që kryesisht merrej me grabitje, zhvatje dhe trafik të lëndëve narkotike. Prej këtyre grabitjeve kanë rënë dhe vila rezidenciale të figurave publike në Francë, por dhe në Belgjik, vila të futbollistëve të njohur, këngëtar, pilot të Formula 1 e të tjerë. Adresat e tyre i gjeni në rrjetet sociale. Kreu i kësaj bande, Edison Pula, është një emër i njohur për autoritetet europiane për shkak se përveç Francës, kërkohet edhe nga Italia, ku rezulton të jetë i arratisur nga burgu. Edison Pula u identifikua fal profilit të tij gjenetik. I marrë nga më shumë se 30 vjedhje të kryera midis qershorit 2022 dhe shtatorit 2024. Edison Pula kërkohet dhe nga Shqipëria me njoftim të kuq në Interpol për vrasje të mbetur në tentativë dhe ka nisur procedurat për ekstradimin e tij në vendin tonë. Në Shqipëri, Edison Pula u dyshua bashkë me 8 persona të tjerë si pjesë e një grupi që më 19 shtator të 2016-s i vun eksplozive automjetit të ish policit të burgjeve Gentian Bejtja, i cili mbeti i plagosur rënd. Për këtë ngjarje ai u dënua me 14 vite burg nga shkalla e parë, por dhe nga gjykata e apelit. Vendimit u bë rekurs nga avokati i tij, ndërsa së fundmi gjykata e lartë vendosi të kthejë edhe një herë çështjen në gjykatën e apelit për të u gjykuar nga një trup tjetër gjyqtarësh. Vetëvendosje po përjashton listën serbe si mundësi për aleancë për të formuar qeverinë e re. Nënkryetari i vetëvendosjes, Glauko Njufca, thotë se po bisedohet me partitë jo serbe për krimin e qeverisë për të mos i dhënë asnjë mundësi Beogradit për ndikim në Kosovë. Por megjithë 10 mandatet e partive të minoriteteve jo serbe, Albin Kurti nuk arrin të plotësojë 61 mandatet e nevojshme për formimin e ekzekutivit. Larg 61 mandateve për të formuar shumicën qeverisëse dhe në kërkim të subjekteve politike tek të cilat mund të gjejë numrat, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka deklaruar se partia e tij synon ta formojë qeverinë e re me mbështetjen e partive jo serbe. Siç e keni parë, qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet jo serbe. Ky është qëllimi ynë sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar listën serbe që operon në ndikimin e Beogradit, që të ketë pushtet vendimtar, siç kishte në qeverit paraprake. Gjithsesi, edhe nga bashkëpunimi me partitë jo serbe, lëvizja vetëvendosje nuk arrin ta plotësoj kuotën për shumicën në parlament. Kjo pasi partitë pakicë jo serbe kanë 10 mandate dhe së bashku me 48 fituarat nga vetëvendosja, sigurojnë vetëm 58 deputet në parlamentin me 120 vende. Në këtë rast, në diskutim është ministri për kthim dhe komunitete Nenad Rashić, i cili ka fituar një mandat dhe është ndarë tashmë nga lista serbe. Përsëri, shumica nuk formohet. Zyrtarisht, vetëvendosja Albin Kurti, që ka humbur rreth 10% mbështetjes nga zgjedhjet e kaluara dhe po kërkon të rinumërojë votat me post ku rezultati ishte larg pritshmërive, gjendet në udhkryq. Ende të paqartë për bashkëpunëtorët, Njufca shtoi se ka pak të ngjarë që vetëvendosja të bashkëpunojë me partitë që aktualisht janë në opozitë. Nëse do t'jetë nevojshme, ne do takohemi si udhëheqës dhe do të vendosim për hapat e ardhshëm, por sa u përket partive opozitare.
Ato kanë ndërmarrë një qëndrim pengues. Sulmet ndaj lëvizjes vetëvendosja kanë qenë agresive dhe mendoj se këto zgjedhje ishin jo të drejta, me akuza jo të drejta dhe me goditje tulta. O njoftë se i bëri këto deklarata për institutin dhe median online me selin në Itali Observatorio Balkania Kaukazo Trans Europa. Ndërsa Albin Kurti nuk pranoi të komentonte gjatë për këto zhvillime. Rezultatet përfundimtare pas Subjektet opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë shprehur kundër bashkëpunimit me vetëvendosjen e Kurtit. Por kreu i Nismës, parti që garoi në koalicion me AAK-n, Fatmir Limaj, ka deklaruar se nuk ka vija të kuqe sa u përket koalicioneve të mundshme, qoftë me vetëvendosjen, qoftë me partitë aktuale në opozit. Procesi i numërimit të votave në Kosovë dhe atyre të diasporës ka përfunduar, por vetëm pas përfundimit të trajtimit të ankesave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i hapej rruga për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Jemi rikthyer në studio po ndiqni News Hour me fillimin e vitit 2025 kanë rënë edhe më tej kredite këqija. Banka Qendrore thotë se qytetarët dhe bizneset kanë shlyer në kohë kredite marra duke pasur aftësi paguese. Të dhënat tregojnë se vetëm 4% e kredive kanë probleme për shlyerjen. Ule ndjeshëm kredit me probleme. Viti 2025 ka nisur me një tregues mjaft optimist i cili konfirmon qëndrueshmërinë ekonomike të vendit, por njëkohësisht edhe aftësinë paguese të qytetarëve dhe bizneseve. Huat me probleme kanë zbritur në 4.12%, niveli më i ulët i regjistruar që prej vitit 2014, një tregues ky që konfirmon se këstet e kredive janë paguar në kohë, si nga bizneset po ashtu edhe nga qytetarët. Nëse bëjmë një vlerësim për gjatë një viti, norma e kredive me probleme ka rënë me 0.76%, duke reflektuar përmirësim të mëtejshëm të cilësisë së huadhënies. Për të stabilizuar inflacionin, Banka e Shqipërisë ka rritur disa herë normën bazë të interesit, ndërsa aktualisht ka nisur politikën lehtësuese duke e çuar ato në 2.75%. Rritja e normave të interesit jep ndikim direkt në shtrenjtimin e kosteve të kredive, por me sa duket deri më tani efekti ka qenë i pandjeshëm në përkeqësimin e bilancave të kredive dhe ulja e normave të interesit nga Banka Qendrore duket se ka dhënë efektet e para në vijimin e uljes së huave me probleme në vend. Rënja për disa muaj me radhë e nivelit të kredive të këqija është një tregues pozitiv për ekonominë, si në aspektin e sistemit bankar, por edhe për qytetarët, si dhe është një tregues i rëndësishëm se sektori bankar në vend është i shëndetshëm, por gjithashtu reflekton përmirësimin e aftësisë paguese të individëve dhe bizneseve për të përmbushur detyrimet e tyre ndaj institucioneve financiare. Huaja e re aprovuar për ekonominë është ngadalësuar në fillim të këtij viti. Janë rreth 16 miliard lekë kredi të dhëna nga bankat e nivelit të dytë në janar. Megjithatë, nëse shohim huadhënien e bankave për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezulton se ajo mbetet më e lartë se janari i vitit 2024. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të lexoni aty lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e bota, po edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, vetëm pas pak vjen faqa 4 me kolegët Jeta Kasemi dhe Sali Doçi.